Shtëpia e Big Brother VIP Albania po shkon drejt prajmit të saj të radhës me një atmosferë që duket se ka një fokus të qartë, krijimin e marrëdhënieve romantike dhe çifteve brenda shtëpisë. Pas intrigave të javëve të fundit dhe hyrjes së banorëve të ri, shumë prej zhvillimeve brenda shtëpisë duket më shumë si një serial dashurie se sa një lojë strategjike. Nga pamjet e promove të transmetuara, duket se këtë sezon produksioni ka vendosur të theksojë raportin mes banorëve në mënyrë që të ngjallë interes dhe debate mes publikut. Një nga linjat më të përfolura ka qenë padyshim ai mes Mirit dhe Selinës, e cila ka marrë vëmendje të jashtëzakonshme, aq sa ka shkuar deri në komentet publike jashtë shtëpisë dhe interpretime të ndryshme për mënyrën e këtij raporti. Një nga linjat më të përfolura ka qenë padyshim ai mes Mirit dhe Selinës, i cili ka marrë vëmendje të jashtëzakonshme aq sa ka shkuar deri në komente publike jashtë shtëpisë dhe interpretime të ndryshme për natyrën e këtij raporti. Sipas diskutimeve të fundit në Fan Club, ky raport ka shkaktuar spekulime dhe për jetën private të Mirit, duke komentuar nga opinionistët dhe figurat e medias se ai mund të jetë në një fazë reflektimi mbi marrëdhënien e tij jashtë programit, përfshirë edhe sugjerimin se mund të ketë ndryshime në statusin personal të tij. Megjithatë, çka ka bërë përshtypje tek publiku është toni më pak tradicional moral që ka shoqëruar zhvillimet brenda shtëpisë. Një nga banorët që hyri në akuarium si pjesë e një sfide të vendosur nga vëllai i madh, Selini dha një puthje në buzë Gretës, një moment romantik që u komentua gjërësisht si provokim dhe si një tentativë për të nxitur ndjekësit dhe reagimet në lojë. Kjo qasje dramatike duket se ka qenë pjesë e strategjisë së produksionit për të rritur audiencën dhe komentet, duke kaluar linjat të zakonshme morale që shumë shikues prisnin nga formatet e mëparshme. Banorët e ri janë futur pikërisht për këtë qëllim, të nxisin afrimin, debatet, interpretimet dhe momentet e paparashikueshme, duke bërë që tema e dashurisë të zënë një vend kryesor në narrativ. Sonte në Prime pritet të shohim jo vetëm çifte të krijuara, por edhe reagime të forta ndaj mënyrës se si këto tema po trajtohen. Me që rast, shumë shikues duan të dinë se ky edicion do jetë ai që do ndryshojë përfundimisht formatin e Big Brother VIP shqiptar. Për t'u informuar për të rejat më të fundit, mos harroni të na ndiqni.